Mëngjesin e kësaj të premteje, rreshtet e Dëborës kanë përfshirë të gjithë veriun dhe juglindjen e vendit, duke sjellë vështirësi kryesisht në zonat malore. Në aksin Hani Hoti, dogana Vermosh ka patur rreshje mbi lartësitë 1100 metër dhe aktualisht 3 borpastruese janë në punë. Ndërsa në akset Dedaj-Bog, Dedaj-Razëm dhe Bog-Thedh, gjatë gjithë natës ka patur rreshje bore me intensitet të lartë. Po ashtu, në qaftëore, shtresa e Dëborës i ka kaluar 40 cm. Edhe në qarkun e Dibrës, fshatrat e Bulqizës janë përfshirë nga Dëbora që ka arritur deri në 10 cm, por pa krijuar probleme në qarkullim. Në juglindje, ndërkohë tharësia ka arritur deri në 20 cm. Dëbora ka përfshirë edhe fshatra turistik të Dardhës, Voskopojës dhe Vitkuqit. Policia u bën apel shoferëve që të pajisin automjetet me goma dimërore dhe të tregojnë kujdes të shtuar gjatë lëvizjes. Moti i keq ka sjellë probleme me furnizimin me energji elektrike në disa fshatra të Korçës, si dhe në zonën e Trebinjës në Pogradec. Në Steblev të Librazhdit, Gjinar dhe Funar të Elbasanit janë regjistruar rreshje, por nuk raportohet për problematika. Dëbora përfshiu edhe qafën e Llogaras. Temperaturat zbritën në -1°C. Autoritetet bëjnë me dije se rruga është e pastruar dhe është shpërndar krip për të garantuar qarkullimin normal të automjeteve.